Rreth 90% e naftës së Iranit shkon në Kinë. E tash, lufta në Iran po e trazon lindjen e mesme dhe efektet e mundshme të sulmeve të SBA-s dhe Izraelit do ta shqetësojnë Pekinin. Irani tashmë ka kërcënuar se do t'i vërë flakën çdo anije që udhëton nëpër ngushticën e Hormuzit, rrugën ujore pranë Bregdetit të Iranit që transporton rreth 1/5 e furnizimeve botërore me naftë. Kjo mund të rrisë çmimet e naftës dhe të godas Kinën, ekonominë e dytë më të madhe në botë dhe importuesin kryesor të naftës dhe energjisë në përgjithësi. Irani është furnizuesi i dytë më i madh i naftës për Kinën pas Arabisë Saudite. Sipas disa llogaritjeve, më shumë se gjysma e importeve të naftës së papërpunuar në Kinë vijnë nga vende që tani përballen me ndërprerje të tregtisë. Kjo është shqetësuese sepse Teherani mund të përpiqet t'i përdorë rrjedhat e energjisë si armë. Irani deri më tani ka shmangur sulmet në shkallë të gjerë ndaj infrastrukturës energjetike, megjithse mbeturinat që binin nga dron iranian goditën një rafineri të madhe në Arabinë Saudite. Gazi natyror i lëngshëm po preket gjithashtu, pasi Katari njoftoi se do të ndaloj prodhimin e tij në rezervuarin gjigant Northfield, pjesë e fushës më të madhe të gazit natyror në botë, pas një sulmi ndaj objekteve të tij. Por çfarë do të thotë kjo për Kinën? Pekini po përdor ndikimin e tij diplomatik mbi Iranin për të ushtruar presion mbi të që ta shmang ndërprerjen e transportit detar përmes ngushticës së Hormuzit, veçanërisht eksportet e energjisë nga Katari. Kina gjithashtu ka alternativa për të menaxhuar më të keqen e një shoku energjetik. Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe kanë të dyja rrugë alternative transporti, duke përfshirë edhe ato toksore, të cilat mund të menaxhojnë eksportet në shkallë më të vogël. Kina ka po ashtu sasi të konsiderueshme nafte të papërpunuar të mbajtur në magazina. Edhe para sulmeve SBA-Izrael, ajo kishte filluar t'i ulte importet e naftës iraniane në vitin 2026, duke marrë më shumë naftë nga Rusia. Nëse vazhdojnë ndërprerjet në furnizimet me naftë nga Xhiri Persik, Kina gjithashtu mund të rritë lehtësisht importin e energjisë ruse. Përtej këtij portofolit të diversifikuar, varësia e Kinës nga nafta iraniane dhe nafta në përgjithësi duket se është drejt përfundimit, kryesisht për shkak të një bumi të automjeteve elektrike në vend. Kjo është e rëndësishme sepse i lë hapësirë Pekinit të mos jetë sentimental kur bëhet fjalë për Iranin. Rafinerit kineze me kënaqësi kanë blerë naftë sanksionuar me çmime të zbritura, duke i dhënë Iranit teknologji thelbësore që ai e përdor për të shtypur kundërshtarët. Por Pekinit gjithashtu interesojnë çmimet e çëndrueshme të energjisë dhe mjedisi i sigurt për investitorët e tij në linjen e mesme. Dhe derisa Kina nuk është afër ta braktisë Iranin si partner, kjo do të thotë që Irani ka nevojë për Kinën, më shumë se sa Kina ka nevojë për Iranin.